i fshehur mbas Roberta Metsolës dhe Parlamentit Evropian që vazhdon vepron si diversant. Dhe për të qenë shumë të qartë, Parlamenti Evropian me hapjen e kësaj zyre në Shqipëri konfirmon një strategji më të gjerë të BE-s dhe nga ana tjetër përcakton pa diskutim Shqipërinë si një pikë referimi jashtë perimetrit të Bashkimit Evropian dhe si vendin që së shpejti do të jetë antar i Bashkimit Evropian. Parlamenti Evropian ka 3 zyra aktualisht, një në New York për marrëdhëniet me Kombet e Bashkuara, një në Jakarta për marrëdhëniet me Azinë Lindore dhe një në Addis Abeba për marrëdhëniet me Bashkimin Afrikan. Dhe sot Shqipëria dhe Tirana bëhen vendi mikpritës i zyrës së re të Parlamentit Evropian. Një zyrë tjetër, Parlamenti Evropian në gjas do ta hapë dhe në Moldavi për të mbuluar pjesën në kufi me Rusinë. Ky është një vlerësim i jashtëzakonshëm. Ky është një moment tjetër shumë i mirë për pozicionin tonë ndërkombëtar. Në ndërkohë që kemi filluar paralelisht përgatitjet për samitin e madh të gjithë komunitetit politik evropian në Shqipëri më 16 maj. Dhe përpara samitit, Bashkimi Evropian, Këshilli Evropian, të gjithë liderët e Bashkimit Evropian kanë vendosur të vinë në datën 15 maj për një darkë pune këtu me mua dhe me liderët e tjerë të rajonit tonë të Ballkanit Perëndimor. Pra, 15 do të mikpresim liderët e Këshillit Evropian, pra të gjithë liderët e Bashkimit Evropian, dhe më 16 do të vinë këtu liderët e të gjithë kontinentit, me përjashtim të Rusisë, natyrisht. Janë 46 nga Londra, nga Ankara, nga Lisbona, në Baku, nga Oslo, në Yerevan, në Kiev, në Tbilisi, dhe pa diskutim dhe të gjithë të tjerët që janë pjesë e Bashkimit Evropian. Kjo është Shqipëria e sotme dhe prandaj dua ta theksoj edhe një herë. Është shumë e rëndësishme për çdo shqiptar dhe shqiptare, pavarësisht bindjeve politike, pavarësisht preferencave partijake, që të ketë parasysh se në 11 maj Shqipëria është më shumë se kur përtej të majtës dhe të djathtës, përtej partive politike, përtej fanellave të skuadrave partijake, sepse në 11 maj çdo shqiptar dhe shqiptare që ka të drejtën e votimit, që ka një vot në dispozicion, jo vetëm duhet shkojë të votojë në Shqipëri dhe në diaspora ata që janë regjistruar, por duhet votojë për të mos humbur asnjë sekond në procesin e negociatave me Bashkimin Evropian, për të mos krijuar asnjë lloj luhatje dhe dyshimi në sy të Bashkimit Evropian se në Shqipëri ka mjegull, se në Shqipëri nuk ka qartësi, se në Shqipëri nuk ka një shumicë të fortë, solide dhe të gatshme me të gjitha kapacitetet deri tani të mirë manifestuara dhe të mirë pritura
për të vazhduar negociatat. Keni parasysh është hera e parë në historinë e këtij procesi. Është hera e parë kur fjalët janë të përputhura me vullnetin pozitiv konkret për përfshirjen përfundimtare të Shqipërisë në gjirin e Bashkimit Evropian. Është hera e parë kur fjalitë standarde, ardhmja juaj është në BE, ju duam në BE, perspektiva juaj është të jeni pjesë e BE-s, etj., janë të përputhura me vullnetin pozitiv të BE-s, që përkon me vullnetin tonë të gjithkahershëm që të bëjmë pjesë e Bashkimit Evropian. Është hapur një dritare mundësie dhe për herë të parë vota e shqiptarëve dhe e shqiptarëve në një palëzgjedhje politike është një vot edhe gjeopolitike. Është një vot me një peshë të rëndësishme gjeopolitike në funksion të pozicionit të Shqipërisë. Dhe aq më tepër në një botë që po lëkundet në aspektin e sigurisë, në një atmosferë ku të gjithë po flasim për rritjet kapacitetet mbrojtëse, për rritjet shpenzime për mbrojtjen, për kërcënime dhe rreziqe nga më të ndryshmet, ne na duhet unitet, na duhet bashkim përtej partive, na duhet leadership, na duhet qëndrueshmëri. Të gjitha të tjerat janë tokra hini në krahasim me këtë moment ekzistencial për Europën, ekzistencial për Shqipërinë. Kjo dritare e hapur mundësie, ku janë përputhur rrethanat tona të brendshme, me rrethanat e brendshme të Bashkimit Evropian, dëshira jonë e brendshme, me dëshirën e tyre të brendshme, vullneti ynë me vullnetin e tyre për të bashkuar përfundimisht në familjen evropiane, është një dritare mundësie që mund të mbyllet dhe mund të kthehemi prapë tek avazi, jo po mirë dakord, po ja